Si të përgatitim mishin e grirë për pasticcio greke tani. Në fillim duhet të hap verën, se do t'i hedh edhe verë brenda, ja do lamban e hapa. Edhe pastaj në fillim do skuqim mishin e grirë. Më thoni tani që lani dhe mishin e grirë, u keqen unë. Edhe pastaj do t'i hedhim një çik vaj, verë të kuqe, nëse s'doni mund të mos i hidhni verë, nuk ka problem fare. Unë i hedh për shije se jep një shije shumë të mirë. Pastaj qepë, do ta skuq bashkë me qepët, karota, spec të kuq, mund të hidhni çfarë ngjyre speci të doni, por mua më pëlqen ajo ngjyra shija që ka ngjyra e kuqe e specit, nëse më kuptojnë se ç'dua të them. Domate të freskët, ujë, nga këto erza tamerik, piper të kuq, piper të zi edhe kripë, e trazoj mire dhe vendosim që të ziej me flak të avashtë. Në fund fare pasi ka zier, unë i hedh majndanosh. Mund t'i hidhni çfarë erza të doni, edhe dafin, mund t'i hidhni çfarë të doni. Në fund fare i hodha edhe rigon, jo rigonin që nga fillimi se na hidherohet. Siç u thash, mund t'i hidhni edhe dafin, mund t'i hidhni çfarë të doni. Mua nuk më pëlqen shija e dafinës, ndaj edhe nuk ja hedh. Hodha edhe penet që të jenë gati, se pasticcion do ta bëj me pene. I zjeva dhe këto, edhe te video e 3 do t'u tregoj si e shtrojmë në tepsi.